Në prezantimin në programit për rendin dhe sigurinë, kryet demokrati Sali Berisha tha se në rast fitoreje të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, këto dy fusha do të pësojnë një transformim rrënjësor. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Por kjo betejë do nis ndaj me krimin qeveritar. Edhe për shërbimin informativ vetë kuptohet. Nuk mund të ketë shërbim informativ drejtues, një drejtuese e cila shkarkue për dyshime shumë të forta nga qeveria e vendit vetë. Me datën 13 janë bath. Nuk është më. S'mund tjetë, sepse ajo s'mund të emroj kur në atë detyrë. Rritja e rrogave për punojësit e sigurisë dhe të rendit, tha Sali Berisha, do të jetë në mënyrë progresive. Rrogat, trajtimi do të jenë përparësi e madhe për policinë e shtetit dhe për organet tjera të zbatimit ligjit. Rrogat do rriten progresivisht të gjithë punojësve të policisë, veçanërisht të niveleve të inspektorit, komisarit, të ngushtojnë me ndekun e madh që është krijuar dhe në polici midis rrogave të larta dhe rrogave të ulta. Premtimi i liderit të opozitës është rivendosja e shtetit ligjor dhe e dërgimit para drejtësisë të gjithë atyre që ndërtuan këtë shtet dhe që sipas kryedemokratit janë të korruptuar. Në qeveri ka ministra që janë marrë me porosi vrasjesh, ka ministra që janë marrë me benefite nga trafiku i drogës, vetë kryeministri është një padrino që mban koordinator për veprimtarinë e bandave, vetë kryeministri është ndruar në krye bashkëpunëtorin e organizatave kriminale më të fuqishme shqiptare, kudo që t'jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë.